Të dashur qytetarë, është bërë praktik në këto muajt e fundit për të sjellur një duzinë ligjesh dhe do të ishte mirë që këto ligje të ishin substanciale, që të ishin zgjidhje, por kur këto ligje kthehen thjesht në aspektin formal për miratimin e këtyre ligjeve për shkuar në Bashkimin Evropian pa harruar thelbin e saj, atëherë kjo kthehet në një bumerang. Janë bërë kaq qesharak nga njëherë këto ligje, si dhe ligji për cilin ne po diskutojmë sot, projekt ligji, sepse nuk janë burimet njerëzore ato që i prodhojnë këto ligje, por jo pak herë përdoret inteligjenca artificiale, madje edhe në komunikim që kemi bërë me mbrojtësit e këtyre ligjit, nuk deshifrojnë dot fjalët që mban ky projekt ligj. Dhe kjo është shumë e dhimbshme, sepse nuk është qëllimi kryesor njëherë për të patur ligje që parafrojnë Shqipërinë me standardet e Bashkimit Evropian, por për të bërë ligje formale. Kemi të bëjmë me një ligj që është i rëndësishëm dhe ne do të donim që ky ligj kishte standardet e nevojshme. Por nëse e shohim në këtë ligj, me standardin që kemi, absolutisht jemi vite larg. Kemi të bëjmë me një ligj që ka të bëjë me ushqimin e njerëzve dhe të kafshëve, por shohim një situatë që është absolutisht e pa imagjinueshme. Po marr vetëm një shembull. A dini ju që sot në Shqipëri një qen endacak paguhet nga buxheti i shtetit 220 euro, ndërsa një familje në nevojë që ka, po themi, apo që trajtohet me ndihmë ekonomike, që mund të ketë disa familjar, paguhet 15 deri në 70 euro maksimumi. Kush është më e rëndësishme? Është ai qeni endacak apo familja? Dhe kjo është vërtet qesharake, madje kryetarët e bashkive, por dhe strukturat tjera i mbajnë ato qenë endacak në çdo qytet që do shkosh do gjesh një kopet të tillë për të justifikuar miliona euro që jepen në këtë drejtim, e në fakt qytetarë shqiptar vuajnë për bukën e gojës, flisni për sigurinë ushqimore dhe për të kapur standardet e Bashkimit Evropian. Kush është siguria ushqimore? Siguria ushqimore me studentët e forcave të policisë, të cilët brenda një muaji u helmuan 2 herë. Kjo është standardi që do të krijojë ky projekt ligj. Është absurde. Një kolege imja nga Mazhoranca doli dhe tregoi historinë e eksportave në Shqipëri, e sidomos eksportave në produktet bujqësore. Dhe në fakt u mor për ta trajtuar se sa ishte rritur në miliona lek eksporti, po harroi. Besoj që e ka nga padjenia apo nuk din të bëj krahasimet e nevojshme. Dhe thonte se sa janë rritur eksportet. Po ku flet për eksportet, duhet flasësh edhe për importet. Duhet flasësh edhe për deficitin tregtar. Për vitin 2026, importet kanë patur nivelin disproporcional më të keq në këto vitet e fundit. 2.6 herë më shumë është rritur deficiti tregtar apo eksportet në raport me importet, çfarë do thotë që absolutisht ne jo vetëm që nuk jemi një vend eksportues, po jemi kthyer një importues të jashtëzakonshëm. Vetëm për vitin që shkoi, për 2025-ën, janë eksportuar produkte bujqësore 75 miliard, por ndërkohë janë importuar 225 miliard, ose thënë ndryshe, deficiti tregtar është plot 150 miliard. Pra, kemi importuar 33%, por ndërkohë kemi importuar 2 apo 2.6 herë më shumë produkte të importit. E përse vjen kjo? Për shkak të sjelljes së diskriminuese ndaj sektorit më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, siç është bujqësia. Bujqësia ishte indikatori numër 1, po themi, i ekonomisë shqiptare, me 20% të kontributit të saj, por sot ajo është kthyer vetëm në 15%. Madje shihet si e njerëkës dhe nuk ka ardhur, po themi, vetvetiu,
po ka ardhur për shkak të një qeverie e cila në mënyrë regresive e mbështet bujqësinë, pavarësisht se ajo sot kontribon në 15 apo 15.4% të GDP-s, në fakt mbështetja e saj nga buxheti i shtetit është më pak se sa 1%, është diku ke 0.8. Pra çfarë thotë që absolutisht nuk i jepet mbështetja e nevojshme. Nuk besoj që është luks të thuhet që kemi një bujqësi të përparuar, ku më shumë se sa 70% apo 75% e tokave bujqësore nuk janë të vaditura. Dhe përpasoj, kudo që shkosh, ke toka djerë të cilët e bëjnë produktin bujqësor absolutisht jo konkurrues. Ne sot konsumojmë produktet huaja dhe për një tjetër arsye, sepse produktet, duke filluar nga domatet a produktet tjera që merren, për shkak përdorimit të stimulantëve apo herbicide dhe insekticide të cilët janë të dëmshme për jetën e qytetarëve, nuk konsumohen nga qytetarët shqiptarë. Dhe kjo e ka vendosur edhe një herë ekonominë shqiptare dhe atë çfarë është më kryesore, konsumatorin shqiptar. U tha në dëgjesa që ne patëm që do ngrejmë laboratoren, por nuk ishin taft për treguar se laboratorët do të kishte në çdo pikë doganore apo vetëm në disa pika doganore, sepse kjo do të sjellë përpasoj rritjen e kostos së fermerëve e përpasoj do të sjellë rritjen e kostos së produkteve që do të konsumohen nga qytetarët shqiptar. Dhe besoj që kjo do të jetë një alarm për qeverinë shqiptare. Ne sot kemi çmimin e produkteve më të shtrenjta se sa vendet e Bashkimit Evropian. Mjafton vetëm po të shohësh Eurostatin për muajin e kaluar, i cili bëri nivelin e çmimeve në Shqipëri në raport me vendet e Bashkimit Evropian, dhe Shqipëria kryeson. Madje Shqipëria ka një çmim prej 102.9% mbi mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian, dhe nëse e përllogarisim, po themi, me Serbinë, që është në vendin e dytë, që është diku në shifrën e 80%, apo vendet e tjera që shkojnë deri në 60 apo në 50%, pra çfarë thotë që ne ja kemi kaluar mesatarës së vendeve të Bashkimit Evropian. E kjo, në fakt, vjen për shkak të mosmbështetjes bujqësisë, sepse është i treti vit dhe ka filluar i katërti madje, që ne nuk përfitojmë nga fondet e IPA për shkak të korrupsionit që është bërë në këtë sektor, dhe absolutisht qeveria nuk ndërmerr asnjë mas, jo vetëm ndaj personave përgjegjës, por ajo është më kryesorja që është kërkuar dhe nga opozita, që ato 34 apo 35 milionë euro, të cilët duhet i rikthehen takspaguesve të Bashkimit Evropian, mund të jepet nga buxheti i shtetit, që të zhbllokohet ky sektor shumë i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare, siç është bujqësia. E ndërkohë, po prapë nëse referohemi produkteve bujqësore në Shqipëri, janë absolutisht në disfavor me vendet e tjera të rajonit, të cilët mbështeten me 2, minimalisht me 2, 3 dhe deri në 5 herë më pak se sa produktet e të njëjtës natyrë që trajtohen në Kosovë, në Maqedoni dhe që as nuk kanë ne të krahasuar, po themi me Serbinë apo vendet e tjera të rajonit. Pra, kjo është një alarm, po themi, për Shqipërinë, dhe të mos harrojmë, kemi çmime 102.9% të mesatarës së Bashkimit Evropian, dhe ndërkohë të ardhurat për frim janë sa 43% e të ardhurat të Bashkimit Evropian më larta në rajon, kemi konsumin individual vetëm 48% e mesatarës së Bashkimit Evropian, ama kur vjen momenti për të paguar, ne kemi më shumë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian. Kjo është arsyeja në cilën ne sot kemi një situatë kaotike dhe në fakt qytetarët shqiptar nuk dalin për të protestuar për pelikanet. Qytetarët shqiptar dalin dhe protestojnë për një qeveri krimi dhe korrupsioni që ka shpopulluar vendin, që ka denigruar bujqësinë, që ka kthyer ekonominë e vendit jo në industri, siç janë vendet e tjera të rajonit, po e ka kthyer në një sektor të ndërtimit, të cilët vinë për shkak parave të krimit dhe të korrupsionit, e përpasoj për shkak kësaj papunësie apo kësaj situate kaotike, sot Shqipëria është protestë dhe absolutisht zgjidhja e saj do të jetë rrëzimi i kësaj qeverie dhe krijimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme si vendet e rajonit. Faleminderit. Zoti Dritan Sheu.